Po, e di. Ka Çislam. Më fal. Ministri i Ekonomisë u shpreh habitur që 55% e shqiptarëve nuk mbyllin dot muajin. Do ta më habi deklaratën se 55% e shqiptarëve nuk e mbyllin dot muajin. Si e komentoni habin e saj? Ministra e Ekonomisë dhe gjithë ministrat Shqipëri janë si alien në këtë vend, nuk jetojnë me hallet e qytetarëve, nuk njohin varfërinë e thellë të përditshme të gjithë atyre që punojnë ose të pensionistëve. Mirë, ç'është edhe më e rëndë, nuk jojnë as statistikat që prodhon vetë shteti shqiptar, vetë Instati, që tregon se sa e thellë është varfëria në Shqipëri, edhe varfëria absolute edhe varfëria relative. Sigurisht këta alien na kanë zënë derën për momentin edhe vazhdojnë ta qeverisin Shqipërinë. Mirë, prapë, unë besoj që ka shpresë që njerëzit të ndryshojnë qëndrime dhe t'i vendosin ata që janë krye institucioneve përpara përgjegjësisë. Edhe një sfidë, si e ka emrin Ministri i Ekonomisë? Dora në zemër nuk e di, siç nuk njoh shumicën e ministrave të kësaj qeverie. Fatkeqësisht Rama që kur ka ardhur në pushtet i ka shkuptimsuar funksionet, i ka depersonalizuar ministrat, kështu që hiq 2-3 që mund të bërtasin në parlament, të tjerët janë tërësisht pa njohur, nuk kanë karakter politik, nuk kanë personalitet politik, nuk shquhen për gjë, kështu që i kërkoj ndjes bashkëqytetarëve që nuk ja di emrin, po kanë përshtypjen edhe ata që dëgjojnë këtë video nuk ja din emrin. Kështu që do durojmë.